Vlora tashmë ka nisur sezonin turistik, edhe pse ende jo zyrtarisht hotelet janë në rreth 55% të tyre të rezervuar, kryesisht nga të huajt. Kreu i operatorëve turistik për jugun Vasil Bedinaj konfirmon se pritet që ky vit të regjistrojë një rritje në rreth 15% më shumë krahasuar me një vit më parë. Investimet në qytetin e Vlorës, por dhe nisja fluturimeve nga aeroporti është një nga momentet më të rëndësishme, pasi tashmë prenotimet dhe rezervimet kanë nisur. Data 8 maj regjistron edhe fluturimin e parë, ndërsa gjatë verës do të operohet me charter, çka sjell edhe rritje të interesit të turistëve të huaj. Sezoni turistik në Vlorë ka filluar tashmë që në fillim të muajit prill, jemi në ditët e fundit ku duhet jemi gati. Kemi dy evente të rëndësishme që janë në 10 ditë e ardhshme, Giro d'Italia, që është një promovim jashtëzakonisht i madh për qarkun, jo vetëm për Vlorën, por gjithë Shqipërinë, sepse do të jetë pothuajse në gjithë Shqipërinë. Gjithandaj po punohet, shpresojmë dhe urojmë që në ditët në vazhdim të përfundojmë dhe ato punë që ka nisur për të bërë dhe të jemi gati. Kërkesat tona ka qenë të vazhdueshme pothuajse për ditë që të përfundojnë kontratat që bëhen midis disa agjencisë kombëtare të Bregdetit dhe institucioneve lokale, siç është Bashkia Vlora, apo Bashkia Sarand, Bashkia Golem e Durrës e kështu me radhë. Pra jemi në përfundim në datën 30 i bie nesër, përfundon afati i aplikimeve dhe i kontratave nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit. Urojmë dhe shpresojmë që lokalet të përshpejtojnë duke faturuar subjekte dhe duke ndarë plazhet në terren. Dhe t'i përmbajmë asaj që është vendosur në VKM, sipas hapësirave publike dhe hapësirave private që do të menaxhohen nga strukturat private. Shpresoj që në ditën vazhdim të mbarojnë dhe kjo punë, por vlen për të theksuar që sezoni tashmë ka filluar. Kapaciteti i hoteleve gjatë muajit prill ka qenë diku te 50-60% dhe janë 100% turistë huaj. Jemi ajo që kemi parashikuar në fillimin e këtij viti, duke qenë pjesëmarrës në shumë panajire që kemi kryer gjatë këtij viti, do të jemi jo më pak se 15% në rritje në krahasim me vitin e kaluar. Dhe kjo nuk është një parashikim mediatik, por është një parashikim i strukturave akomoduese që kanë sistemet e rezervimit të tyre, që trendi po vazhdon i tillë. 15% do të jetë rritja minimumi në qarkun e Vlorës, aq më tepër që kemi dhe eventin super të madh në 8 maj për të inauguruar me uljen e parë të aeroportit të Vlorës. Është diçka që kur e përmendim në vlonjatët na bëhet jemi shumë të emocionuar për këtë gjë, sepse shumë ne të sektorit turizmit, jo vetëm strukturat, por i gjithë komuniteti vlonjat që kanë ndikim drejt për drejt zinxhir, mezi e presim që të hapet, sepse po shohim që gjithë fluksi ka qenë në Shqipëri, në Golem dhe Durrës, të gjithë po transferojnë në Vlorë, partnerët tanë të huaj po e kërkojnë, po e presin, po na shkruajnë për ditë se kur hapet, si do të funksionojë kështu me radhë. Është një ngjarje jashtëzakonisht e madhe, është një patent, është një diplom tjetër për këtë qytet. Këtë vit ne shpresojmë që të jetë ajo që ka thënë dhe ministri, që do të jetë me charterat. Pra, unë personalisht e di që 4 chartera janë të kompanisë tonë, që kanë mbyllur kontrata dhe do të ulen çdo javë. Mjafton kjo për këtë sezon dhe pastaj në vjesht të hapen fluturimet. Kodi VLO, se nuk ka më mirë, kudo që t'jesh në çdo vend të botës, klikon VL dhe të del vetaj si kod, dhe është kodi që mezi po e prisin të gjithë. Megjithatë, sipas Bedinaj, përpos shumë investimeve në qytet ka ende problematika. Kjo lidhur me ndarjen e plazheve, ku Vlora duhet të ishte gati, duke shpresuar se gjithçka do të mbyllet sa më shpejt. Bedinaj thekson edhe problemin e portit të Vlorës, por dhe funksionimin e turit Karabrun Sazan, një tur që regjistron rreth 6.000 turistë në ditë, teksa edhe këtë vit pritet të jetë një nga destinacionet kryesore. Janë problemi që ne i diskutojmë çdo vit, por duke parë ecurinë e këtij sektorit, unë mendoj se jemi mirë. Pra asnjë gjë nuk është perfekt, gjithmonë ka punë për të bërë. Gjithmonë lufta jonë vazhdon për disa institucione që janë gjumë që të i shkundim nga gjumi. Shpresojmë që ky vit të jenë gatishmëri të plotë, sepse Vlora e meriton të jetë tillë. Aeroport, port, tunel, bypass, lungomare shëtitore, projekte pafund që po zhvillohen në qytetin e Vlorës dhe nuk ja vlen që të mbash 2-3 individ që flenë gjumë në përzyra, dhe ne presioni jonë do të jetë i vazhdueshëm për ta që të mbarojë, qoftë edhe për plazhet, sepse kemi gjatë gjithë muajit që merremi me këtë gjë, duhet të ngrihet struktura e posaçme për ndarjen e plazheve në terren brenda 5 ditëve të parë të muajit maj. Mbas atij sezoni, gjithë secili do fillojë të vendos çadrat dhe sezonet sipas mendjes vet, sepse ju duhen. Ne kemi pasur takime me strukturat lokale, me gjithë drejtuesit e vijës bregdetare. Porti i Vlorës ashtu e ditë të gjithë, edhe këtë vit do të jetë një rrëmujë e vërtet. Ne do përpiqemi që ta shmangim atë syrin e keq,
Sazan Karaburuni do të funksionojë me hir apo me pajir. Ne nuk mund ta eliminojmë një shërbim që e kemi shitur tashmë dhe e kemi thënë gjatë gjithë kohës, që numri turistëve që udhtojnë nga brigjet e Vlorës në drejtim të Sazanit dhe Karaburunit çdo ditë, një mesatare është jo më pak se 6.000 persona. Dhe këta 6.000, 90% e tyre janë të huaj. Pra nuk ke se si ta mbyllësh një shërbim të tillë që i shërben këtij sektori, por do ta gjejmë një zgjidhje me hir apo me pajir si ta duan ata. Vlora mbetet kështu një nga destinacionet kryesore edhe për këtë vit, edhe për këtë sezon turistik. Kjo edhe referuar prenotimeve apo edhe rezervimeve nga turistët e huaj.